nisi një sulm i madh i Turqisë mbi Arbërinë, por u thye. Pastaj nisi edhe një tjetër, më i madh dhe më i fortë. Prap u thye. Edhe i treti, i katërti, i pesti. U thyen shumë sulme, për shumë vite me radhë. Gjithë këto sulme u thyen nga arbërit krenar e gjithmonë trima, që kishin kryezot Gjergj Kastriot Skënderbend, sepse arbërit luftonin me trimëri, me që mbronin truallin e tyre, nderin e tyre, jetën e fëmijëve të tyre. Shumë vjeta në shumë luftra, arbëria e vogël u bë varr i madh për përqinë. Ushtrit vinin e sktheheshin prap, i përpinte dheu. Pastaj u ngrit dhe erdhi vetë mbreti i madh i turkut, Murati, me një ushtri si rëra e detit. Edhe ky u thye. Shkoi e mblodhi një ushtri të re, më të madhe se sa të parën. Vuri në krye jeniçerët dhe u hodh në luftë. Prap u thye. Dhe mbreti i madh i turkut Murati vdiq tërheqën. Pa në çastin e fundit. Sa kesh më vjen që më shkoi jeta kot. Nënshtrova gjithë botën, pushtova Bullgarinë e Serbinë, zbrita poshtë në Greqi, odha tunën e gjerë, shkelat e më tanë fushat e gjera të Vllajisë e të Maxhërisë, e smunda të mposhtë Arbërinë e vogël. E shtira një herë në dorë, copa, po ma shkoli Skënderbeu. Këmbën e Muratit e zuri i biri, mbreti i madh Mehmeti, që ishte edhe më keq se sa i jati. Ky u hodh dhe pushtoi Konstantinopolin e fortë, të rrethuar me 3 palmure e shumë prigje të larta. Si e pushtoi këtë qytet, më të bukurin e më të begatin e botës, Mehmeti ngriti e vuri aty fronin e tij të artë dhe i quajti veten perandor. Pas kësaj bëme të madhe që tronditi tërë Europën, vendosi të shkele të pushtoj Arbërinë, siç e kishte porositur i ati në çastin e fundit. Pra mbreti i madh Mehmeti vendosi një ushtri të re shumë të madhe dhe kalorës e këmbësor nga të gjitha tokat. U vu në krye të saj dhe u nis për në Arbëri. Tu ndej dheu ku shkelte kjo ushtri e rëndë e ngarkuar me hekur e çelik. Pra pasaj shteronin lumenjë që i pinin kuajt e njerëzit, në tokë nuk mbinte më barë. Mbreti i madh i turkut kish marrë me vete dhe Balaban Baderin, atë arbrin tradhtar dhe e kish vënë lider. Balabani ishte trim, sepse ishte arbër bir arbri. E kish mohuar gjakun dhe fisin e vet dhe luftonte për turkun, që të fitonte ndere, lavdërime dhe pasuri. Ai kish bërë shumë luftra, kish ngjitur i pari në muret e lartë të Konstantinopolis dhe kish ngulur atje flamurin me gjysmë hënëze. Mbret Mehmeti e kishte bërë pasha Balabanin dhe e mbante me pekule të madhe, nder për nder. Nderi i Turqisë ishte elm për Arbërinë, sepse Balabani nuk i dhimse asgjë që ishte arbërore, as toka që shkelte, as shtëpit që dishte, as gjaku që derdhte. Me këtë ushtri të fortë, mbreti i madh Mehmeti e kishte mendjen të fjetur. Do ta pushtonte Arbërinë. Por Arbëria kishte Skënderbend. Kur dëgjoi se turku kishte nisur të shkelte përsëri dheun e arbrit, Skënderbeu kishte mbledhur njerëzit e tij. Sa të pakt ishin këta njerëz përpara ushtrisë së madhe të turqëve. Dhe ishte nisur që t'i dalë përpara. Ai kishte ngritur tenda në një hije shumë të madhe. Arbrit ishin ulur e rinin buz një lumi të kulluar. Aty hanin, pinin, qeshnin sikur nuk po shkonin në luftë ku mund të vdisnin, sikur ishin në dasëm. Dhe ja, kanin e pinin bashk buzlumit të kulluar, pa një turk që vinte kaluar me flamur të bardhë në dorë. Bënte përpara e i pren nudhën. Që ti? Ç'kërkon këtej? Jam lajmëtari mbretit të madh të turkut e dua të flas me kryezotin e Arbërisë, Skënderbeu. Priti kali dhe eja me ne. E morën dhe ja shpun Skënderbeut. Lajmëtari ju fal e i tha: O kryezoti i Arbrit, mua më dërgon mbreti i madh i Turqisë, që është më i forti në botë, të pyes: ku do ti të luftosh me mbretin ton?
Skënderbeu ju përgjigj shkurt. Ec e i thuaj le të vi. Si u kthye lajmëtari, mbreti i madh Mehmeti e pyeti. Më thuaj, o lajmëtar besnik, a e peti Skënderben? E pash, o mbreti i madh. Pa ushtrinë e ti, e pe? E pash. Kish shumë ushtri Skënderbeu? Ushtri s'kish shumë, po të gjitha ata që ishin e kishin sy në pish. Këndodhin e idhnin vallen e shpatave, prisnin pa durim të merrnin udhër që të turreshin në luftë. Ç'është kjo valle e shpatave, o lajmëtar besnik? Një valle arbërore o mbreti i tokës dhe i detit, të dridheshin mishrat kur i sheh ata burra si Lisa, që hidhen e vinë në rrotull shpatë zhveshur. I përpjekin shpatat njëri me tjetrin si në luftë të vërtet. Më vunë në mes e zunë të edhin vallen e shpatave, t'i kryqëzonin mbi kryet time, po nuk përprekën fare. Skënderbeu më tha se mund të përballet me luftëtarin turk më të fuqishëm dhe në këtë mënyrë mund të shmangim një luftë të gjithë përfshirëse. Mehmeti u ndjej i zëmëruar dhe i zhgënjur, por ai e kuptoi se Skënderbeu po përdorte një strategji për të shpëtuar jetët e ushtarëve të vet dhe për të minimizuar shkatërimin e pafajshëm. Ai e vuri re fuqinë dhe trimërinë e Skënderbeut dhe më në fund pranoi sfidën e tij. Ushtria turke, e njohur për forcën dhe organizimin e saj, zgjodhi Ballabanin, luftëtarin më të guximshëm dhe më të fuqishëm në radhët e tyre. Skënderbeu dhe Ballabani u vendosën në pozicionet e tyre duke u përgatitur për sfidën. Ata shkëmbyen një shikim të ashpër, të njëjtin shikim që tregonte se për të dy luftëtarët nuk kishte kthim mbrapa. Në një moment të papritur, Skënderbeu u nis me shpejtësi të mahnitshme. Ai hodhi shtrizën drejt Ballabanit duke e goditur me një saktësi të jashtëzakonshme. Ballabani ra në tokë, por ishte përgatitur të vazhdonte luftën. Skënderbeu nuk priti më, ai nxorri dy shpatat dhe jodhi me fuqi epike drejt Ballabanit. Shpatat e tij goditën Ballabanin me një energji kaq të madhe që ai humbi ekuilibrin dhe ra në tokë dhe nuk u çua më kurrë. Ushtarët turq që shikuan njëri tjetrin me frikë duke kuptuar se përballja nuk ishte shkuar sipas planit. Me zemër të rënduar dhe zhgënjim, Mehmeti uli kokën. Ai vuri re se Skënderbeu ishte një luftëtar i jashtëzakonshëm dhe se kjo luftë nuk do t'i sillte asgjë të mirë vendit të tij. Në heshtje, Mehmeti dhe ushtarët turq filluan të tërhiqeshin nga fusha e betejës. Skënderbeu e mbante shpatën e tij lart në qiell, simbolizmi i fitores së tij. Njerëzit e pranishëm, fëmijët dhe të rriturit, i uronin dhe adhuronin atë për trimërinë dhe vetëspërinë e tij. Mehmeti u betua se do të rikthehej për t'u hapmarrë. Skënderbeu e dëgjoi fjalën e tij pa u trembur. Gjithku janë armishta I qvarofta Lavdi dobre pas brezi u knofta Lavdi dobre pas brezi u knofta